Javën e ardhshme pritet që Parlamenti të japë rrugë nisjes së reformës së re zgjedhore. Damian Gjiknuri, i cili do të drejtojë këtë reformë, nga ana e Partisë Socialiste lajmëroi se janë plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës për të pasur barazi antarësh e për të pasur asistencën e audierit e Komisionit Venecias. Ndaj gjithçka është gati që të nisë puna për këtë reformë. Shumica dhe opozita do ketë një përfaqësim të barabartë, por do të ketë përfaqësim edhe nga partitë e vogla, të cilat janë pjesë e Kuvendit të Shqipërisë, por që nuk janë pjesë e grupeve parlamentare, por duke ruajtur një balans të pastër për sa i përket ekuilibrit shumicë edhe pakicë. Damian Gjiknuri nga Partia Socialiste dhe Oert Bylikbashi nga Partia Demokratike kanë rreth 2 dekada që punojnë për reforma zgjedhore. E të dy politikanët nuk e kanë fshehur skepticizmin për rrugën që kanë ndjekur reformat në vend. Nën kryetari i Partisë Demokratike Oert Bylikbashi vuri në dukje se pa vullnetin politik për konsensus, edhe kjo reformë do të dështojë. Por fakti që ne mas çdo palëzjedhje kryejmë reformë zgjedhore apo për shumë çështje të cilat janë pjesë e debatit politik i drejtohemi Komisionit Venecias, tregon që si pacient nuk vetëshërohemi, por kërkojmë gjithmonë një mjek. Çështja është, do të ketë vullnet politik dhe cili do të jetë procesi. Pra lista e çështjeve për të diskutuar është e gjatë, është e vlefshme, mund të ketë të tjera, por nëse procesi do të jetë i gabuar ai reformës zgjedhore. Në një parlament i cili nuk ka vullnetin politik, edhe kjo reformë zgjedhore mund të dështojë sërish. Kështu që kjo është pikë pyetje e madhe. A do të ketë vullnetin politik, që sot nuk është, dhe cili do të jetë procesi me cilën? Pra do t'ja hedhim njëri tjetrit në fund, apo do të bashkëndajmë një reformë zgjedhore me synim për ta bërë mirë, por duke mbajtur përgjegjësinë së bashku dhe për ato gjëra që kemi përmirë. Për opozitën, reforma elektorale duhet të ketë një prioritet, ndryshimin e sistemit zgjedhor. Ne sot kemi një sistem zgjedhor i cili duhet hequr në mënyrë urgjente. Është kthyer në një nga elementet më toksik në raport me demokracinë dhe pluralizmin shqiptar. Partia Demokratike kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor për vitin 2020, kur Partia Socialiste shfrytzoi djegjen e mandateve dhe ndryshoi kushtetutën duke hequr koalicionet me listën e përbërë. Por deri më tani duket pothuaje pamundur që PS të pranojë ndryshimin e një sistemi që i ka siguruar Edi Ramës mandatin e 3 dhe të 4.